Në pak situata dhe me vllaun e tij, Arbrin. tek Aja, dhe jo na caru pak familjarisht. E kohën kur kemi vendosur këtë foto, ka qenë kohën kur ju keni qenë selektori i Kosovës U21. Tash po shohim në Kupën e Botës me Suedin. Dje tha që përfatsoi edhe shqiptarët e Kosovës në kampionatin botëror. Si e ke pa lëvizjen? Po të me mbo virala, s'ka problemi. Jo, pyetje. Pyetje. Se kur... Po, Besfortin unë e kom ftu, ka qenë djali i mirë, futbolist i mirë, ma ndej gjithmonë si mas prindit vetë, një kohë i ka pas do probleme, çfarë nuk e di sakt. Ma ndej ka qenë pak situata dhe me vllaun e tij, Arbrin. tek Aja, dhe jo na caru pak familjarisht, ka zgjedh me ndruan, për ndryshe nuk kom pas nëj diçka me Si djalin. kualitet toki me qenë se është mesin e shqiptarëve që luan këtë botëror? Futbolist i mirë, ka mujt me qenë edhe tek ne, edhe po besoj që kish mujt me gjetë ma tepër hapësirë, edhe pse edhe te na është bo konkurenca e fortë tashmë. Mirë po ka qenë zgjedhja e tij edhe nuk du më të diskutojnë lidhe me këto zgjedhjet që i kanë bo të kalumën apo edhe tash. Atje u rri djali edhe s'kam çka mi bë. 049-42-42-42, bëuni pjesë emisionit Dueli Botëror duke telefonuar në numrat tanë të telefonit që janë poshtë ekranit. Ne do të jemi të hapur të pranojmë pyetje, pra po tash është koha. Faruku po bën presion që nga tani, po pret telefonata nga shikuesit e Duelit Botëror këtu në studio që të bëhen pjesë emisionit tonë me telefonata. Pra për të bërë pyetje për panelistët e emisionit Dueli Botëror këtu. Në Viber 049-42-42-42 telefononi që të bëni pjesë e emisionit Dueli Botëror. Teksa për të gjithë ata që po na ndjekin tani drejt për drejt në emisionin Dueli Botëror e televizionit Dugaxhini, vazhdoni të dërgoni SMS-a në 55222 për të bërë pjesë e shpërblimeve të mëdha me datën 19 kur këtu drejt për drejt në kuadër të emisionit më të shikuar edhe këtë botëror në televizionin Dugaxhini. E përshëndesim edhe shikuesin e parë për sonte. Mi mbroma, përshëndetje, kujt i themi? Mi mbroma, ka Triotin nga Vidinja. Po Fatjon, për kënd është pyetja në panel? Mundesh me bu përveç Lecit edhe Farukut, sigurisht edhe pjesës tjetër të panelit. Pyetja e mo, a me doni se jam do të arrit nivelin e mesit? A mendoni se Jamal do të arrijë nivelin e mesit? E mesit. Okej, faleminderit shumë për inkuadrimin e drejt për drejt.